Pra këto interesa vine kthehen, po vjen shumë keq që i kanol, pra Astrid Kalas sot. Por si do i njolte Astrid Kalas, mund i njolte një tjetri. Njerëzit nuk dojnë ma, ka rrit kulmin, ta themon kur të themon që ka rrit kulmin, situata ka rrit në kulm. Nuk ka ma, o me shkun tek Zoti, ose me zbrit në tokë. Dy gjana të. Edhe autori kishe thuajse paralajmëruar situatën se shpesh në media ka rezultuar që ka dalë duke denoncuar atë që po ndodhte. Ai, jo vetëm ai, kero se sa dushmë. Unë po them që nëse shteti nuk vendor, do jemi para kësaj situate shumë të tmerrshme. Pra shumë të tmerrshme. Do goditen prokurorë, gjyqtare, avokate, do goditen shumë gjana. Pse? Sepse jemi në këtë kolaps. Ky është kolaps i drejtësisë. Pra, kuptohet shumë mirë se çfarë po ndodh. E din shumë mirë se çfarë janë 960 çështje ankesa të qytetarëve në ILD dhe nga të gjitha ato 960 vetëm një masë është marrë për një gjyqtar. Pra është të mërshme. Pra çka do thotë që nuk funksionon. Nuk funksionon asgjë. Nëse nuk merren masa, do kemi raste të tjera. Dhe unë uroj që të marrin masa me njëherë shteti. Pra, ky ishte një me zu shtetin nga xhumi. Sepse po t'i shohim edhe një gjë, një fajt madhe ka dhe kryeministri i Shqipërisë. Sepse edhe ai doli atje dhe i tha gjyqtarëve ju. Pra gjyqtari kur jep një vendim të drejtë, e keni fjalën për rastet e atakimit fundit nga Thethi në Durrës. Po, çohet kryeministri tani atakon gjyqtarin. Jo më zotëri, gjyqtari ka punën e vet. Nuk mund e shtin. Tani gjyqtari ka mes dy zjarreve, o politikës o drejtësisë. Kur vjen puna tani thot gjyqtari, kur nuk jem vendim për flaset me qytetarin, kur jem vendim politik për flaset me politikën, pra kanë rënë hadhe dhe gjyqtar. Nuk e themi që s'kanë rënë. Po duhet zgjidhje zgjidhje. Janë 60.000 çështje në gjykatën e apelit. Duhet zhduk, po duhet marrë masa urgjente. Po çfarë do të thonë? Ka për vdekje Tirana, Sali Berisha, kanë për vdekje gjithë ta politikën dhe gjyqjet s'kan për të zhvilluar. Nëse do vazhdohet kështu. Pra dhe reforma e gjykatave bëri akoma më keq sepse i mblodhi dhe gjithë Tiranë tani duke shtuar presionin. Tani nuk u bën reformë, u bën interesa politike. Nuk ishte reforma, ai ishte interes politik që ne të kemi sigurinë tonë me gjyqtarët tonë, me prokurorët tonë, me njerëzit tonë. E majtë. Irritim të madh shkakton dhe fakti që do vish nga Shkodra në Tiranë apo nga Vlora në Tirana, ku janë. Ai ishte gabimi tjetër fatal, që për mendimin tim ata persona që bën projektin e gjykatës, pra gjykatave, që i grumbullon në një gjykatë të vetme, për mendimin ata kanë vepër penale, ata duhet me i futën në burg, duhet me i hetu. A di ç'do thotë të marrësh pra pas një logjik, vetëm me një urdhën politik, të marrësh gjykata, të grumbullosh një vend, të futësh 40 gjyqtarë në 9 dhoma, 10 dhoma atje, tani ç'a mund të bëhet? Më thuj mo, a ka mundësi që të kemi një proces rregull ligjor? Jo. Po edhe gjyqtarët që bëjnë 15 çështje në ditë, ç'a do bëjnë ata? Japin vendime normale? Jo më zotëri. Nuk e jep dot normal vendimin ai. Ai do gabojnë. Ndryshe është ky, ndryshe është kjo, ndryshe është jo. Jep civile, penale, administrativ, s'merret gjë tash zotëri. Nuk e ka konceptin prej 15 gjyqje në ditë. Kur mund t'i japin ai? Duket sikur po lozin, prandaj duket sikur po tallen. Edhe qytetarët kanë krijuar një ide që këta gjyqtar po tallen me ne. Se nuk ka se si. Nuk kjo është ngatror vllai me vllajën për efektin e gjyqjeve. Është të mërshme, nuk duhet si ta përshkruaj. Nga ana tjetër, ndoshta nuk është ky rasti, po për gjyqtarët që e kanë kaluar vettingun, mund të flasim ndoshta edhe për hije dyshimi apo sepse edhe vetë Dumani para ca kohësh ka thënë që me problem kam ata që kanë kaluar për t'i ruajtur se sa tjerët. Edhe herë që kuptohet që ai që nuk din me rujt, pra është e kot. Korrupsioni ka një gjë të mirë, që ti duhet me ditë shumë mirë situatën dhe pastaj të bash korrupsionin për ta ditë se si bëhet korrupsioni. Se ti nuk bën dot korrupsion, po nuk e di si është korrupsioni. Pra do thotë që personat janë shumë të aftë për ta kryer këtë vepër. Por ama
nuk është problemi se kjo funksionon gjithë botën. Le të thonë njerëzit çfarë të duan. Pra kjo, korrupsioni ka në gjithë botën. Mund të jetë korrupsion me lek, mund të jetë me shumë gjëra të tjera, por nuk mund të thuash që sot gjyqtari, të rrisë qose prokurori je 2 vjet, gjyqtari jep 4. Pse mos zotëri? Cili është qëllimi jot? Jo se thot ai gjyqtari, prokurori ka marrë lek dhe musëm ka dhënë lek. E kupton ku jena këtu? Pra çdo gjyq që gjyqtari çon, pra ndryshon vendimin nëpërmjet këtyre reformave, është vendim korruptiv. Pra është e tmerrshme mos zotëri, është e tmerrshme. Nuk ndohet në botë, veç raste shumë të rralla kur bëhet fjalë për vrasje ose për vepra penale të rënda. Por si mundet gjyqtari tani i thot prokurorit thot, në një akuzën këtë formë si thamon. Se ky është djali filanit dhe ai deputeti i zonës më ka thënë që ta kesh kujdes. Me denu thot me majt mren. Atë merr. Patjetër çfarë do ndaj? Kus funksionon ligji, funksionon kanuni.